Çifti Clinton ka dalë hapur kundër vendimit të Komitetit të Mikëshyrjes së Dhomës së Përfaqësuesve për t'i marrë në pyetje në dyert të mbyllura në kuadër të hetimeve mbi lidhjet e financierit Jeffrey Epstein në figura të fuqishme politike dhe ekonomike në SBA. Sipas tyre, një procedurë e tillë rrezikon të përdoret për qëllime politike dhe të krijojë interpretime të njëanshme, duke dëmtuar transparencën e procesit. Bill Clinton e krahasoi një seancë të mbyllur me atë që ai e quajti gjykat kangur, duke nënkuptuar një proces që devijon një standard të ligjore dhe nga parimet e drejtësisë së hapur. Ai theksoi se dëshmia publike do të ishte mënyra e vetme për të garantuar besimin e opinionit publik dhe për të shmangur spekulime politike. Le të bëjmë këtë në mënyrën e duhur me sy të publikut, deklaroi ish-presidenti. Edhe Hillary Clinton, ish-sekretare e shtetit, u shpreh se çifti ka bashkëpunuar me hetuesit dhe ka dhënë çdo informacion që disponon. Ajo shtoi se çështja po kthehet në një betejë politike, atëherë debati duhet të zhvillohet hapur dhe jo prapa dyerve të mbyllura. Nga ana tjetër, demokratët pretendojnë se hetimet po përdoren si instrument presioni ndaj kundërshtarëve politik dhe presidentit Donald Trump, i cili vetë ka pasur njëjtje të hershme me Epstein, por nuk është thirrur për të dëshmuar. Sipas tyre, kjo tregon standarde të dyfishta në mënyrën se si po zhvillohet procesi. Ndërkohë, Departamenti i Drejtësisë ka publikuar së fundmi mbi 3 milion dokumente, fotografi dhe video që lidhen me hetime ndaj Epstein, i dënuari për trafik dhe abuzim seksual, i cili vdiq në vitin 2019 në paraburgim. Emri Bill Clinton shfaqet në disa prej materialeve për shkak të udhëtimeve me avionin e Epstein në fillim të viteve 2000, të cilat ai ka cilësuar si vizita për aktivitete humanitare të fondacionit Clinton. Megjithatë, deri tani nuk ka asnjë provë që të lidhet me atë apo bashkëshorten e tij me vrimtari kriminale.